Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë. Unë sot do të vi me një recet tjetër, e cila është recet ëmbëlsire melo makarona, të cilët ne përgatisim për Krishtlindje. Është një recet super e thjeshtë për të përgatitur, po dhe shumë e shijshme. Fillojmë ta përgatisim recetën. Ja ku i kemi të gjithë përbërësit, dhe tani, si fillim, do të përgatisim sherbetin. Sepse sherbetin duhet jetë i ftohtë njësoj si tullumbat. Vendosim sheqerin në tenxhere, ujin, një kokër portokalli, po vetëm lëkurën, për t'i dhënë një aromë shumë të mirë melo makaronave, sepse kjo lloj ëmbëlsire e kërkon aromën e portokalles. Do të vendosim edhe 2 dru kanelle. Dhe kjo jep një aromë, një kombinim perfekt për kjo lloj ëmbëlsire. Do ta lëmë në zjarr të ziej 6 deri në 8 minuta nga momenti i vlimit. Shohim që sherbeti ka përfunduar. Do ta heqim nga zjarri dhe do e lëmë të ftohet, ku ne ndërkohë do të përgatisim melo makaronat. Kemi marrë një qelçi të thellë, vendosim lëngun e portokalles, vajin e ullirit, vajin e luledjellit, sheqerin, kanellën, karafilin, pluhur gjithmonë, kuptohet, pak sot buke, se i bën kullimin më mirë, vendosim një paketë për fryrje dhe kjo për kullimin e vë, 2 paketa sheqer vanilje, vendosim edhe portokallin e grirë. Kemi grirë në rende të imët. E trazojmë të përfitojmë një masë të njëjtë, ku gjithë përbërësit të na përzihen mirë, dhe ndërkohë tani do të vendosim miellin. Miellin e hedhim pjesë që dhe do ta rrezojmë kollaj dhe mielli të na tretet sa më mirë. E trazojmë ku do të përfitojmë një masë brumi. E krijuam dhe masën e brumit të butë për melo makarona. Tani do fillojmë t'i japim formën. Formën mund t'ja jepni si ju të dëshironi. Nuk është problem. Unë e kam bërë të rradhë në këtë formë. I formojmë dhe i shtypim pak me dorë për t'i dhënë atë formën që duam. Kështu do të vazhdojmë deri sa ta përfundojmë të gjithë brumin. Ja ku dhe përfunduam. Tani nëpërmjet një piroji do t'i shkojmë sipër për të krijuar atë figurën, ato birabirat që i jep atë tamam pamjen e melo makaronave të lloj ëmbëlsire. E vendosim në furrë në 170 gradë me furrë të parangrohur për 20-25 minuta dhe 5 minutat e fundit në 180 gradë për t'i dhënë atë ngjyrën. Tani do të kullojmë sherbetin. E kullojmë nga lëkurat e portokalles dhe nga kanella. Tani do të vendosim mjaltin. Dhe duhet ta trazojmë mirë, sepse në qoftë se ke mjalt bio, ajo tretet me shumë vështirësi. Qoftë se keni mjalt të supermarketeve, për mua mendoj se ajo tretet shumë kollaj, se e kam provuar dhe në rastet e tjera. Sherbeti na është lidhur në mënyrë perfekte, siç e shihni. Do të marrim dhe arat, do t'i grim, na duhen për t'ia vendosur melo makaronave në fund. Mbasi janë pjekur, mbasi kemi shërbetosur dhe në momentin që do t'i kemi gati për ta servirur, i vendosim në pjatan se ati i spërkasim me ara. Ja ku na u poqën edhe melo makaronat, na pjekur shumë mirë, edhe tani zhysim në sherbetin e ftohur. Do t'i lëm vetëm për 1 minutë, duke e trazuar dhe duke i hedhur sherbet sipër melo makaronave, si po veprojur në këtë rast. Ato janë të nxehta dhe normalisht e thithjen shumë shpejt sherbetin, sepse na kanë kulluar. Nëse melo makaronat nuk do të na kullojnë, atëherë ato nuk e besoj të ta thithin sherbetin, absolutisht jo. Këto janë pjekur shumë mirë, kanë kulluar dhe shifeni e ka thithur sherbetin. Do t'i vendosim në një zgar
që të kullojnë nga sherbeti. Dhe ato që kanë thithur e kanë thithur, nuk e mbajnë atë sherbetin, kështu që ta lëmë të kullojnë sa më mirë. Kështu do të veprojmë me të gjithë melo makaronat që kemi pjekur. Njak dhe i përfunduam, të cilët i kemi zhytur në sherbetin që përgatitem, dhe tani janë gati për të vendosur në pjatancë. Është një recetë, siç e theksova dhe më lart, shumë e thjeshtë për të përgatitur, po dhe janë shumë të shijshme. Ja i vendosim marrat sipër në çdo rresh që ne do të vendosim tek kjo pjatanca. Qofse kjo recetë ju ka pëlqyer, do dëshiroja shumë që të shtypni butonin zinler dhe të njoftoheshit menjëherë për videot e radhës. Tani do ta shohim se si na janë bërë. E ndajmë në mes këtë melo makarona për të parë se si e kanë thithur sherbetin. Sherbetin e kanë thithur në mënyrë perfekte, siç e shihni edhe vetë. Do dëshiroja shumë që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe të lini komentin tuaj poshtë videos. Faleminderit që më ndiqni dhe miru takofshim në videot e radhës dhe ju bëftë të mirë. Se harrova.